Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer në këtë pjesë tjetër në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Do kalojmë pak në një bisedë që besoj se gjithandej e dëgjojmë, gjithandej dhe vetë ne diskutojmë dhe bëhet fjalë për Big Brotherin patjetër. Gjithë këto çfarë ndodhen këtë primin e fundit dhe mënyrën se si ne mund ta gjykojmë, unë them faleminderit Zot si fillim që filloi, jo. Them faleminderit Zot që filluam të diskutojmë Brikenën me atë Mateon, sepse më pëlqejnë shumë ata të dy bashk dhe të jetë pak më qetësi ajo tema me Selinin dhe Mirin. Babi Miri është prapë më fal. Babi Mirin e kemi shumë xhan, po jo tani. Dua si gjykuat atë pjesën që Mateo foli pak dhe e tregoi më gjerë historinë. Filloi unë domethënë mua nuk është se më pëlqeu shumë. Okej, Brikenën për Brikenën vdes, po Mateo më duk shumë një djalë shqiptar që filloi të tregonte atë historinë, kupton, dhe ajo e ka ndarë trurin që thotë jo, pavarësisht se ti shikon shumë dashuri midis tyre. Ishte edhe si viktimizim. Mua s'pëlqeu fare fakti që ajo vazhdon dhe thot jo, se nuk ka asgjë të keq të pranosh që ke pasur një njohje me një person. Është normale nëse ti nuk do me tu përdor një temë që ka ndodhur jashtë. Deri në momentin që ti pastaj thua për një, domethënë sepse diskutimi u bë brenda në Prime dhe në Prime doli fakti që ata kanë shkëmbyer një puthje dhe ajo vazhdonte dhe thoshte që ti gënjen. Tani në momentin që ti mua më drejton gishtin si një gënjeshtar, unë do t'rregoj të gjitha faktet që kam. Po e para punës është e kot të bëhet kaq e madhe për i puthje. Është një puthje. Po kush po bën kaq të madhe? Ajo. Të tjerët çfarë kanë bërë për atë punë? Po është puna pse po diskutohet edhe po jepet vëmendja aq shumë për një puthje dhe pastaj Mateo që e zgjat kot. Nëse një person është du ta tregu tamam troç në fytyrë që nuk du me pas asnjë gjë me ty, nuk du mu diskutu për mua e ty, du me vazhdu lojën time, ti nuk ke nevojë të futesh deri te të prekësh edhe familjen e Brikenës. E di çfarë mendoj unë? Në qoftë se Brikena ishte prekur kaq shumë nga kjo gjëja e Mateos, pra dhe Mateo nuk donte që të fliste, me faktin që ajo e futi në nominim, besoj se i dha pak më shumë zë. Dhe donte të luante ajo me këtë lloj letra, më kupton? Pra, Mateo foli sa foli, po nuk e përdori në asnjë moment në lojë, gjatë gjithë kohës e ka mbrojtur dhe mund t'i ketë dhënë imunitet. Kjo është loja e tij, që hiqet sikur e mbron, po në të vërtetë ai po merr nga kjo. Viktimizim. Çdo kush aty po fiton. Pastaj ne nuk e dim kush po gënjen, është fjala e kundër të saj. Unë si femër nëse nuk do doja që të më lidhte asnjë bisedë në shtëpi me atë personin, gjëja e fundit që do bëja ishte ta vija në nominim unë atë personin. Njerëz më falni tani, sa është paraqit Mateo. Gjaja e parë që Brikena ka thënë kundra produksionit, jo po ju doni me mjollos imazhin për çfarë? Po fakti që ajo reagoi aq ashpër kur sa hyrja ai në kohë që ka diçka. Absolutisht, po prandaj po them janë tu gënjyt e dytë, se asnjëri s'është e tregu tamam. Unë Mateo si besoj. Edhe Mateo le për të dëshiruar. Mateo na njoh nga afër dhe i besoj. Unë edhe Mateo si besoj se di pse se mos është edhe e vërtet që prindrit e Brikenës e kanë kapur. Realisht edhe Brikena prandaj nuk i afrohet Mateos. Po, se tani familja vetë është tu e pa dhe nuk do prapë mu diskutuar. Njerëz, apo kuptoni që po flasin për një puthje? Domethënë ishte shumë kollaj me normalizu situatën duke thënë sa hyrje e çuni, unë atë çunin e njoh, jemi njoft, nuk ka hec, nuk ka shku, pse të mohoj diçka, pse ti ajo vajza mund të ketë dikë jashtë, kupton, dhe ai tjetri nuk do ta hajë. Ajo ka qenë një herë, që nuk ka gjë jashtë. Tani Brikena nuk ka thënë asgjë që pas njohja. Ajo puthja thjesht po përdoret si po përdoret krevati i Mirit edhe Këtu duhet të dile, a është për lojë apo është diçka domethënë që vërtet nuk do nuk kanë lojë ata mjaftueshëm, nuk kanë ide, nuk janë kot dhe pastaj duhet me përdor një element si puthja për me mbaj gjallë. Lojën e Babi Mirit nuk e kap dot Mateo. Po mirë, a ja dha ndoshta Brikena këtë benefitin për të qenë personazhi preferuar këtë javë? Unë mendoj që ka kaq. Unë mendoj se ja dha pa dashje. Kaq dinaka. Ka dashur të rrisi dhe veten dhe të, po ka rritur shumë Mateon dhe veten. Unë më duket shumë e qartë që mezi ka prit ta nxjerrte jashtë sepse e mendon si lojtar i dobët kaq. Tani ai u bë preferuari.
Domethënë mendon se ja dhuroi Brikena këtë gjën aty? Unë nuk mendoj se ja ka dhuru Brikena absolutisht. Ai çuni është ai çuni, domethënë ai sillet siç është ai. Pastaj pse pëlqen nga publiku është arsye tjetër. Po Brikena ja vunin pa, e kanë ndihmu. Jo se ja dha. Në qoftë se do ta marrim pak më shtruar. Mos e thuaj më atë shprehje që Fakti jo, nuk e them më. Qoftë se do ta marrim drejt. Marrim shtruar. Brikena hyri dhe tha që unë nuk kam pasur asnjë lidhje. As ka për të pasur. Jam Okej, ne marrim të mirë qenë këtë gjë. Po ajo tha, nuk kam thënë që s'kam puth asnjëherë. Ajo goca ka fol me dikë jashtë. Ka disa vite jetë eksperiencë, besoj që ka pas lidhje. Ajo ka pranuar që ka pasur marrëdhënie, por jo lidhje. Tani, nga ana tjetër dalim dhe tek Mateo, që Mateo vjen edhe thotë që shiko se unë kam pasur një marrëdhënie me këtë personin. Ama, a ka qenë Brikena, domethënë pati një simpati publiku ndaj Brikenës deri në momentin e hyrjes së Mateos. Pra, i prishi pak punë lojës së Brikenës dhe atij imazhit që ajo donte të mbante, apo shoqyr do thoja. Sepse unë kam shumë bezdik këto goca që dojnë me tregu diçka që nuk është. Po. Njerëz, kjo jemi vajza, jemi goca të rritura, kështu që kam dalë me një çun, kam të ntuta njihja, ka ndodhur puthje. Ama në fundit Mateo e tha vetë. Brikena është e gocë, po mos më bën mu angelin. Po sikur një puthje është haram. Është kjo mania që dhe mua më bezdis, është kjo mania që vajza duhet ta tregojnë se s'bën që janë shumë të mira, të ruara, të ndershme, s'kan pas lidhje, s'kan pas asgjë. Shoqëri me mentalitet shumë të rëndë. Në aspekt po të them, okay, vëlla, vajza huj nuk do flasi fare. Po të dali tjetra me një propagandë të vetes që në fund të ditës, ora është një gocë normale, është një alemet gocë, bukuroshe, nuk i mungon asgjë. Pse ajo mos të dali me një çun të shkëmbej një puthje, ti pëlqej mos ti pëlqej. Dhe pastaj nuk e kuptoj. Kush e super filozofi njerëz, besoj që jemi aq budallën ta besojmë që ajo s'është puth, kështu që prandaj nuk besoj që duhet diskutohet sepse një puthje ka ndodhur. Publiku e beson. Unë besoj që ajo nuk është puthur. Ja, këtë po thua. Ja, madje urdhëro. Përveç kësaj që ajo mos ta ketë puthur. Flasim më pak për zinxhirin e famshëm dhe të parin për këtë sezon. Greta si shpëtoi se. Po mirë, mua më pëlqeu fakti që dhe mënyra se ajo argumentoi, paçka se ndoshta mund të ishte ashtu hutuar në një moment aty, po edhe mënyra se si arsyetoi ishte shumë. Greta nuk është fut aty për Selinin njerëz. Në fund të ditës Greta edhe kur ishte. Dhe mua më vjen shumë keq që vazhdojnë të mendojnë që se shpëtoi Selinin, s'bëri për Selinin. Ina edhe këtë debati, fali tani, një gjë shumë të vogël, këtë debati mal Selin, ajo e tha, unë s'kam si ta mbroj Selinin kur Selini eskalon, kështu që shumë bukur, Greta është Greta, Selini është Selini. Rreze. Si e gjykoni afrimin e Inës edhe Caseit. A mund t'ju thënë që mua më pëlqen? Edhe mua më pëlqen shumë. Skandal. Unë mendoj që në vërtet ato dy janë për njëri tjetrin. Perfekt. E tha mira i ka gjetë Nxjerja Kapakun. Nxjerja Kapakun mund të ketë gjetur, ama dy hipokrita, të dy duke treguar, domethënë duke na lënë të shohim një histori në këtë lloj mënyre, domethënë, më dhëmbin syt nga ata. Për zotin, keqi në këtë rast është Stelina. Kështu që është e drejtë në atë lidhje, ata janë shumë të lumtur, më duken shumë. Stelina s'po futet fare aty tash. O goca, as ju duket pak e çuditshme sa shpejt e bëri atë kalimin nga surpriza e Stelinës. Ca ditë më vonë direkt tek Ina, as ju duket e habitshme ju. Dhe asaj i thoshte në vesh, kjo është për gjithmonë. Nga kësaj tjetrës i thotë, më lejo të shprehem si do ju marr një pyetje shumë të shpejtë. Kush mendoni se nga pesja që janë në televotim do dali? Livia? Mendoj që Lorna. Rreze? Ina. Tani pyetja është, kë mendon apo kë dua? Kë do ti të dalë? A ke dua? Edhe kë mendon? Kë mendoj? Kë dua është Lorna. Kë mendoj është Lorna. Lorna do dali. Unë mendoj Ina. Unë mendoj Lorna. Dhe me këtë kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak.